Shoqata e bashkive kërkon që pushteti vendor të ketë rol vendimarrës në menaxhimin e mbetjeve, ndaj propozon që në kuadrin e ri ligjor që po shqyrtohet në komisionet parlamentare për këtë çështje, të caktohen edhe bashkitë si aksioner të Agjencisë Kombëtare të Ekonomisë së Mbetjeve, që do të njihet si operatori kombëtar. Ne propozojmë që bashkitë duhet të jenë pjesë e vendimarrjes së hakemit. Kuptohet në një raport pronësie me përqindje në favor të pushtetit qendror, bashkitë duhet të kenë edhe përfaqësim në këtë SHA, një përfaqësim vendimarrës, për sa kohë është një funksion që sipas ligjit është i bashkive. Trajtimi i bashkive si klient të operatorit kombëtar që është përgjegjës për infrastrukturën e menaxhimit të mbetjeve, bie në kundërshtim edhe me parimet e decentralizimit, u tha në komision. Roli që ka marrë hakemi, shumë politik bërës, shumë vendimarrës, nuk shkon mirë me parimet e decentralizimit. Ky ligj që po miratojmë sot, sa koherencë do të ketë nga pikpamja territoriale, nga pikpamja administrative me reformën territoriale 2.0. Kërkesa tjetër e bashkive ishte për të pasur rritje të mbështetjes buxhetore për pushtetin vendor, i cili do të jetë përgjegjës sipas ligjit të ri për grumbullimin, diferencimin dhe dërgimin e mbetjeve në stacionet e menaxhimit të tyre. Të ketë një pjesë në grandin e kushtëzuar të bashkive që financohet nga qeveria shqiptare, që të jetë dedikuar pikërisht për këtë shërbim të bashkive dhe pikërisht kjo të jetë për 3 vitet e para, ashtu siç e parashikon në fakt ligji për financat vendor. Sugjerojmë krijimin e një fondi kombëtar për menaxhimin e mbetjeve, ku bashkitë mund të aplikojnë për një fazë më problematike të procesit të menaxhimit të integruar. Me projektligjin e ri për menaxhimin e integruar të mbetjeve, kompetencat kryesore do t'i ketë operatori kombëtar, që përveç se është përgjegjës për infrastrukturën fundore, do të monitorojë edhe punën e bashkive. Këto kompetenca të kësaj agjencie sipas opozitës, por edhe shoqatave, prekin autonominë e pushtetit vendor, që duhet të jetë përgjegjësi për menaxhimin e mbetjeve.